Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Joz Marku me rolin e rëndësishëm në Bigun e edicioni 5. Një lajm surprizë po qarkullon orët e fundit në rrjetet sociale lidhur me edicionin e ri Big 5 që pritet të nisë më 20 dhjetor. Burime të ndryshme aludojnë se këngëtari Joz Marku mund të jetë një nga opinionistët zyrtar të këtij sezoni. Edhe pse nuk ka përvojë të mëparshme në dhënien e opinioneve, Jozi i njeh mirë dinamikat e formatit si ish banor. Ai ishte një nga personazhet më të komentuar të këtij edicioni së bashku me fituesin Gjesti. Publiku e mban mend mirë jo vetëm për zërin, por edhe për incidentin e bujshëm gjatë eliminimit, kur goditi me shpull Gjestin pas një provokimi te dera e daljes. Mbetet për t'u parë nëse ky zë do të konfirmohet dhe si do të pritet rikthimi i tij në ekran në një pozicion kaq të rëndësishëm.